Përshëndetje të dashur dëgjues. Në videot e mia unë kam bërë goxha shpjegime në lidhje me biznesin digital që ne operojmë, por sot do të doja në mënyrë të hollësishme t'ju tregoja se si operojmë dhe se cilat janë disa nga cilësitë e këtij biznesi. Së pari, ne nuk shesim produkte. Ne reklamojmë platformën tonë, e cila më pas e bën të gjithë punën vetë. Ne nuk jemi të detyruar të blejmë produkte dhe nuk jemi të detyruar të mbledhim stok në shtëpitë tona edhe të bëjmë inventarin çfarë kemi bler, çfarë kemi shitur, sa na kanë ngelur pa shitur. Për këtë anë jemi shumë të qetë. Jemi shumë të qetë sepse ky biznes, kur ne fillojmë fillimisht, lidhim një kontratë e cila është me të gjitha rregullat e ligjshme të shtetit. Ne jemi persona të taksueshëm në çdo veprim që ne bëjmë. Prandaj dhe jemi të qetë në operimin e këtij biznesi. Një tjetër çështje që na ndihmon në këtë sistem platforme është sepse kjo platformë na ka krijuar një sistem të tillë ku ne mund të mësojmë se si të ecim në këtë rrugëtim, se si ne të dalim dhe të flasim në rrjetet sociale duke mos bërë asnjë gabim dhe t'i përmbajmë të gjitha rregullave që ka Facebooku apo rrjetet e tjera sociale. Sepse duam të jemi njerëz të ligjshëm në çdo hap tonin. Tjetër, ajo që është e veçantë tek ky biznes është sepse ky ka fleksibilitet. Çdo të thotë kjo, që ne mund të ushtrojmë biznesin ton në çdo vend që ne jemi. Mund të vemi në plazh dhe ta marrim me vete zyrën ton, mund të shkojmë në një shëtitje dhe atje ku ne ulemi në një park, mund të vazhdojmë të punojmë, në një kafene kur ne mund të pim kafen ton qetë dhe përsëri të vazhdojmë të punojmë. Dhe ky është i mirë dhe për shumë nëna me fëmijë të cilat nuk kanë mundësinë të punojnë në një punë jashtë, sepse ato duhet t'i shërbejnë fëmijëve të tyre, t'i çojnë nëpër shkolla, t'i marrin nga shkolla, t'i jenë prezente në aktivitetet e fëmijëve të tyre, dhe kjo është një ndihmë vërtet shumë e madhe për nënat. Gjithashtu edhe orarin ne mund ta caktojmë vetë se sa orë do t'i kushtojmë këtij biznesi, duke e përshtatur atë me stilin ton të jetesës. Mund t'i kushtojmë shumë orë në ditë, sipas asaj që ne duam, por edhe 1 orë ose 2 orë në ditë, 10 minuta këtu, 10 minuta atje. Kjo është vërtet shumë lehtësim për të gjithë ata që mund të kenë një punë tjetër, por mund ta zgjedhin këtë edhe si një plan B. Tjetër pikë këtu është që ne, përveç sistemit që na ndihmon, na trajnon dhe na tregon në rrugëtimin ton hap pas hapi se çfarë duhet të bëjmë ne kemi ndihmën edhe të komunitetit, të shoqeve tona, të cilat na janë bërë si njerëz të shtëpisë sonë. Komunikojmë me to për ditë, për çdo vështirësi që ne hasim, për çdo pikpyetje që ne kemi. Ato janë aty, ato që kanë përvojë janë aty për të na shpjeguar me hollësi dhe me detaje se si ne mund t'i zgjidhim problemet tona. Dhe prandaj dhe unë e kam thënë në një video tjetër që ky komunitet më është bërë si familja ime. Një ndihmë tjetër është sepse ky biznes, nëse ne do jemi të qëndrueshëm dhe do vazhdojmë
të punojmë me përkushtim, për një periudhë kohe ne mund të kemi shpërblimin tonë, kur ne mos të kemi më fuqi dhe mos të kemi më zë të flasim në rrjetet sociale. Është një ndihmë shumë e madhe sepse ne këtë punë që po bëjmë dhe po e ndërtojmë me kaq mund dhe kaq vjet, mund t'ja trashëgojmë edhe fëmijëve tanë dhe mund t'i krijojmë atyre një biznes të gatshëm. Të gjitha këto janë lehtësira që ne na kanë bërë të kemi një jetë më të qetë, t'i kushtojmë më shumë kohë familjes tonë dhe të kemi edhe shpërblimin e duhur për punën që ne po bëjmë. Kështu që nëse ju keni dëshirë të njiheni më shumë me këtë lloj biznesi që t'ju ndihmoj në jetën tuaj të përditshme, unë jam këtu duke ju shpjeguar thjesht, por edhe me profesionalizëm për çdo detaj dhe për çdo pyetje që juve ju lind nëse ju doni të ecni në këtë rrugë. Kam edhe diçka tjetër për t'ju thënë. Kemi një ofertë deri në fund të muajit nëntor ku të gjitha ata që futen për herë të parë në këtë biznes ngrihen në një nivel goxha të lartë në krahasim me ata që nuk ka qenë oferta. Është vërtet një rast i mirë për të gjithë ju. Shfrytëzojeni këtë mundësi dhe nëse dëshironi më shumë informacion për këtë dhe për gjëra të tjera, më shkruani info dhe unë shumë shpejt do t'ju kontaktoj. Mirupafshim nga unë, Margarita.